dhe në cilën frym ndodhemi në këtë moment. Edhe ku ndodhemi. Edhe ku ndodhemi me frymë, po, sepse, po ja shikoj ku ndodhemi, Lili. Ti më the, të bëj një intervist online, dhe unë të thash, e bëjmë prezent, unë do vi në studio. Me thënë, kjo është pak simbolike, si për të thënë, sepse bashkimi është bërë, si të thuash, po thuaj se real. Për këto mund të flasim absolutisht, me thënë, edhe për te asaj vlerë simbolike. Pra ka arritur bashkëpunimi kaq real sa është edhe kjo intervista. Pra nga online që ne e menduam fillimisht gjatë bisedës tonë është real në studio. Dhe ashtu është edhe bashkëpunimi ekonomik mes Shqipërisë dhe diasporës. Siç po flasim ne tash në intervistë, është vetëm një bisedë. Të tjera do t'i shohim. Do me thënë, çfarë do dalin nga çdo bisedë, atëherë, por çdo histori suksesi fillon me një bisedë. Dhe do të fillojmë një herë tek fryma. Përveç faktit që ne u pritëm si diasporë me tapetin e kuq, vërtet me tapetin e kuq, me një frymë mirëprikse tamam shqiptare, është edhe retorika që të bën shumë përshtypje. Dhe flitet për një, do me thënë që për një atmosferë dhe për një frymë bashkëpunimi me vlerë reale, që me thënë me një vlerë që t'i sjelli të dyja palëve diçka të përbashkët. Unë flas për atë dimensionin e tretë, me thënë kur mblidhen dy palë krijojnë një të tretë. Dhe kjo frymë ishte absolutisht shumë e ndjeshme aty për aty. Ne jemi këtu, shikoj, ti të thërret, ne vim direkt. Me thënë, dhe tashi problemi është, ose çështja është, se çfarë do dalin nga gjitha kjo. Nga gjithë kjo retorik e artikuluar dhe shumë interesante dhe shumë e mirëpritur dhe madje ndoshta dhe deri diku e vonuar që ne nuk jemi këtu, hajde se çfarë do bësh ti tash për ne, kupton, se ti andej, ti je diaspora dhe ti ke më shumë mundësi se sa ne. Jo, bëhet fjalë për bashkimin e potencialit të përbashkët për të krijuar diçka më të madhe se sa ne. Dhe a ka klim dhe besim për investime